Unë jam Neta, sot do t'ju tregoj si bëhet kukureci. Dhe kam marrë me vete këtu ekspertin e kukurecëve Myzo. Myzo na trego si bëhet kukureci. Ja pas që kemi therur kecin, kemi rjepur dhe i kemi hequr këto të përbrëndshmet, fillojnë të bëjmë kukureci, fillojnë me sorët e trasha në fillim, pas të e marrim këto tollat dhe e pleksim. Kapet këtu. Vazhdo. Këtë kukurecin fëmija ime i pëlqejnë shumë, me që janë gjellra tona tradicionale, zonave tona, dhe unë bëj gjithmonë. Blej keca, edhe ua bëj fëmijëve, ua pjek në sovë, ua pjek në zjarë. Zakonisht në behar, ua pjek në prush për jashta në zjarë, se është më i shishëm. Ose në saq, po t'ua tregoj pak më vonë. Se nuk duhet i harrojmë ushqimet tona tradicionale edhe këtu, ku jemi në Amerikë. Shumë i thjesht për të bërë, edhe i hedhim dhe pak krip edhe në njërë tjetër dhe marrim e fusim në sobë e tjetër. Ky është kukureci, si që shikoni, e kemi pleksur, e kemi bërë kështu si gërshet, tani po i hedhëm krip, të gjitha këto pjesët nga brenda nga jashtë. Tani po hedhëm dhe pak piper. Dhe po e çojmë të piqet në 180 gradë Celsius një orë. Ju mund ta piqni në hoxhak, mund ta piqni në një shkop, në zjarr jashtë ose ku të doni. Tani po e pjeki. Ky është një lloj tjetër kukureci, me mëlçi, me zëmër dhe me kapzere. Dhe vazhdojmë po e bëjmë. Një mëlçi, një kapzer, një zëmër, tani pasi i quam gjitha këto mëlçit, zëmra dhe kapzerin, tani e kemi bërë në shkop si që shikoni, po e mështjelli me zorët. Dhe po fillojmë tani. Rotulojmë kështu. Tani, po e përfundojmë kukurecin, si që thamë dhe më përpara, me mëlçi, me zëmra, dhe po e pleksim shumë me zorë, dhe po e hedhëm krip edhe piper. Si që shikoni, kukurecin e bëm, kukurecin e dytë, të parin u atreguam si e bëm. Tani, po e marim dhe po e pjek në 180 gradë Celsius një orë. Ose mund të piqni në zjarë, në saq, në hoxhak, po kuj me shkop zakonisht piqet në zjarë. Dhe rrotullohet kështu, si që kemi ne tradita tona, si mish i pjeku, dhe tani po e qojmë sot në pjek. Tani është koha që do vemi të heqim kukurecën. Tani po pres një copë të provoj se si është bërë.
shumë i mirë, shumë i shishmi. Tani duhet të prezë të tjetri. Shashie, tjeku.